والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimet e shumta I takojnë vetëm Allahut që plot, vetëm atë falenderojmë vetëm për Tij, falë dhe ndihmë kërkojmë. Përshëndetje dhe selamet e dërgojmë të dërguarit tonë të dashur Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij shokëve dhe gjithë pasudhëve të tij deri në ditën e gjykimit. Nderuar vëllezër dhe besimtarë, dhe ne përshëndesim me përshëndetjen islame. Selamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pasha mëshira Allah shumë mbiu. Gjithashtu, në këtë natë fundit të namazit të Teravis, e lusim Zotin e Madhëruar që agjërimin edhe gjitha namazet që I kemi falë, namazet farze, namazet sunete, namazet e Teravis, Allah të të inshallah. Jemi munduar që këtij muaji secili nga ne me mundësi që kemi pas, bëjmë adhurim, bëjmë ibadet, ta agjerojmë muajin e Ramazanit, bëjmë dua lutje e kështu me radhë, dhe çdo gjë që ka fillim ka dhe mbarime. Jemi sonte në karavinë e fundit të këtij muaji të madhëshëm të Ramazanit, dhe inshallah pra që shërbime nesër, në shnata e me kurse bire, është dita e fetët Bajramit. Dhe natyrisht ka këtu ta pak të flasim për përfundimin e muajit të madhëshëm të Ramazanit dhe përgatitjes që na si besimtarë do të bëjmë për festën e madhe, për festën e fetët Bajramit. Natyrisht nderuar vëllezër xhamat, pas një muaji angazhim, pas një muaji durim, pas një muaji me ibadet, pas një muaji me angazhim dhe sakrifis. Është e natyrshme që besimtari të feston. Është e natyrshme që besimtari të gëzohet. Dhe çdo festë ka rregullat e vetë. Që secili prej neve si besimtar duhet të di dhe që respektoj ato. Ne, besimtarët, ne muslimanët, kemi dy festa. Kemi festën e fetët Bajramit, që vjen pas muajit të madhëshëm të Ramazanit, edhe kemi festën e Kurban Bajramit, që vjen pas kryerjes së shartit 5 të Islamit, pas kryerjes së Haxhit. Kështu që kur flasim për festën që jemi në pranë saj, pra festën e fetët Bajramit, prej sunetit të dhe traditës pra, pejgamberit tonë, alayhi salatu wassalam, është kur ngritemi për në orë dhe me falë namazin e fetët Bajramit, në mëngjes të hamë diçka. Hamë diçka, qohë ndë një urme, qohë ndë një mërzirë, për arsye se 29 ditë të Ramazanit ne kemi ngritur mëngjes, ne kemi ngritur me një agjërim. Dhe Eidul Fitr, festa e fetët Bajramit, quhet pra Eid prej foljes arabe kthim. Fitr, fitratu, do të thonë natyrshmëri. Kthim në gjendje normale, si më thua, se edhe ka Ramazanit por kthim në natyrshmëri që e kemi pas. Më thonë pa sanksione dhe pa rregulla të ushqimit e kështu me radhë. Prandaj, ajo që duhet me pas parasysh është në mëngjes për vinë tillë në shtëpi, për ngritë me dalin prej shtëpisë. Është prej sunetit që hamë diçka. Dhe është prej sunetit traditës pejgamberit tonë alayhi salatu wassalam që madhrojnë Zotin me tekbir. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi alhamd. Prej shtëpisë dhe sotinë në xhami. Gjithashtu, kujdesemi maksimalisht për mbushjen obligimin e dhënies së sadakatit, që ka hukmin dhe që është vajib. Pra një musliman, që kemi shpigu
që solidarizohen dhe me njerëzit e varfër dhe skamës. Çështja tjetër, si para përgatitja për festën e madhe të Fitë Bajramit është që të vishemi bukur. Allah Gjellëshanu në Kur'an thot ja beni Adem në kullu zinat e kut, ande kulli nafsi. O vita Ademi të besimtar, me shumë i mirë, para është të shkuarit në xhami. Sidomos besimtarin në festat e mëdha që kemi na si besimtar që përmendet këtu, Ramazani kushton rëndësi edhe pamjes së jashtme. Veshim teshat më të bukura që i kemi, parfymosemi, edhe nisemi për xhami. Kjo nuk është vendimasive, nuk është vendimasive, nuk është mburje. Përkundrazi, ka ardhur një hadith pejgamberit alayhisalatu wassalam, i cili ka thënë se me të vërtetë Allahu dëshiron që kur t'i jap mirësi dhe begati robit të tij, t'i shoh gjurmën e saj. T'i shoh gjurmën e saj. Pra, veshja bukur, parfymosja janë prej sunetit të pejgamberit alayhisalatu wassalam që të vijmë edhe të falim namazën e Fitë Bajramit. Gjithashtu, thimi tek njëri tjetri. Padyshim që prej qëllimeve të festës, sidomos festave fetare, festës Fitë Bajramit, Kurban Bajramit është besimtari pas faljes së namazit Bajramit, pas madhërimit dhe falënderimit që ja bën Zotit madhruar për të mirat të cilat ai na ka dhënë, kthehet në shtëpinë e tij, bën uran familjarët e tij, uran të afërmit e tij, uran vëllezërit e tij dhe motrat e tij. Festa, nderuar vëllezër, festa e Fitë Bajramit është edhe lidhje. Është lidhje sepse është lidhje me prindërit, me të afërmit, me farfisit, me fëmijët dhe me gjërat. Është ajo që i bashkon vllahët besimtarë, në vend mu'minun e ikhwan. Allahu thotë në Kur'an, besimtarët janë vëllezër dhe natyrisht ata janë të lidhur me njëri tjetrin. Gjithashtu, festa e Bajramit na përkujton neve besimtarë dhe ditën e gjykimit, ku të gjithë do të marrin pjesë, edhe të gjithë njerëzit do të dalin para Zotit madhruar, pa marrë parasysh pozitën që kanë ata, pa marrë parasysh gjendjet ekonomike që kanë ata, pa marrë parasysh moshët që kanë ata, do të dalin para Zotit madhruar dhe do të japin llogari për veprat e tyre. Gjithashtu, festa e Fitë Bajramit është një festë, edhe është një ditë e dhuratave. Dhe dhuratat është shpërblimet në fillimin që si besimtar i presim nga Zoti madhruar. Veç mi përmend 4 përgëzime që pejgamberi jonë alayhisalatu wassalam i ka përmend. Ka thonë, kush agjeron muajin e Ramazanit, dhe besim, dhe duke llogaritur shpërblimin e Zotit, i falën mëkatet e mëkatshme. Përgëzimi tjetër, hadithi tjetër, kush falet në muajin e Ramazanit me besim dhe duke shpresuar shpërblimin e Zotit, i falën mëkatet e mëkatshme. Përgëzimi tretë, kush falet me imamin derisa ai të falet, llogaritë apo ka vlerë si kur të falë të natë. Kjo është për namazin e teravih që na e kemi zonë të fundit. Përgëzimi i katërt, thotë kush falet në natën e katërt, inshallah Zoti na ka mësuar me arrit, kemi lësonte një shansë, inshallah, kemi natën e katërt. Kush falet për natën e katërt, me besim dhe duke llogaritur në shpërblimin e Zotit madhruar, i falën mëkatet e mëkatshme. Më thonë, Festa e Bajramit, me këto përgëzime që i përmendën nga dhe porosin nga pejgamberi jonë alayhisalatu wassalam, janë ato që besimtarët presin dhuratën edhe presin shpërblimin e madh ndaj Allahut xhaleshanu.
arsye, lirisht mundej me thonë nderuar vëllezër se emocionet, ndjenjat e besimtarit në ditën e Bajramit janë të veçanta. Janë të veçanta sepse ai ju përkushtua adhurimit duke agjëruar, duke falur namaz, duke bërë sejde të shumta, duke lexuar Kur'an, duke bërë lutje, duke dhënë sadaka, duke të mira të shumta, me qëllim që të arrish përgjimin e Zotit.